Përshëndetje shikues të dashur. Mirë se vini në episodin e 32 të podcastit Shëndetin rend parë. Në këtë epizod do të flasim për rëndësinë e të dhuruarit gjak, një akt ky i vogël për çdo secilin, por që ka rëndësi jetike për dikë. Për të folur lidhur me rëndësinë e të dhuruarit gjak dhe benefitet shëndetësore, grupin e gjakut, mënyrën e funksionimit në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut, të ftuar kam doktoreshën Sanie Uka Tërnava dhe menaxherin e promovimit të dhurimit të gjakut, Albana Gashi Mavraj. Ju njoftojmë se podcasti Shëndetin rend parë mbështetet nga United Hospital. Doktoresha Uka, Albana, faleminderit që jeni sot me ne për të ndarë informacione shumë rëndësishme për qytetarët. Faleminderit për juve për ftesën. Kënaqësia është e jona që jemi këtu. Doktoresh, jemi në javën e dhurimit të gjakut. A na tregon pak për shikuesit tonë sa ka kjo rëndësi? Përderisa gjaku është produkt më i rëndësishëm, apo ndryshe siç e quajmë na si longu i jetës, edhe është i pazaventueshëm, është shumë i rëndësishëm për ne dhe për gjithë ata që nesërmen kanë pas nevojë për këtë produkt. Kjo spitalet e Kosovës, domethënë sa kanë nevojë për gjak, për dhurues të gjakut? Nevojat e spitaleve të shtetit ose edhe spitaleve private, të cilat furnizojnë vetëm kanë drejtën me marrë gjak vetëm prej qendrës tonë transfuzionit, janë shumë të mëdha dhe dita ditës është të rrit ajo numri kërkesave. Ne mundohemi për çdo ditë me bë realizimin e atyre kërkesave. Ndonjëherë nështë kemi edhe të lashe për shkak mungesës disa grupeve, cilat janë të përkohshme, cilat mundohemi për një kohë shumë të shpejt me kompenzu edhe mos me dhuruesi me prit. Rruga e gjakut prej marsit deri te dhonsi është shumë e gjatë. Vetëm ata të cilët miren me këtë punë e dinë sa rrugë kalon prej marsit deri te dhonsi. Nuk është ajo vetëm peja shpon me gjylpon, peja merr gjakun edhe drejt e marsi, ajo është një rrugë shumë e gjatë, bën shumë analiza, shumë procedura, shumë ndarje, shumë shpërndarje derisa të mrinë te caku i dorë. Për neve është e rëndësishme që çdo ditë me pas një terren, një terren për aksion për grumbullim gjakut jashtë, edhe përveç asaj qendra transfuzive për çdo ditë prej mëngjesit deri mbrëmje merr dhurues gjakut për me imbri këto kërkesat mëdha që dita ditës poshtohen. Doktoresh, prap do t'i kthehemi çështjes së rëndësisë së dhurimit të gjakut. Megjithatë, fillimisht po dua për shikuesit dhe lexuesit e Telegrafit të dim cilat janë grupet e gjakut. Deri tash janë 8 grupe gjakut. Grupi 0, grupi A, grupi B dhe grupi AB. Këto janë pozitive dhe negative. Ne kemi ndarë si 8, se pozitivet i ndajmë veç, negativet janë veç. Te ne në Kosovë dominon grupa 0, dikun për mbi 40%, dominon grupa 0, mandej vjen grupa A, grupa B edhe AB janë një sasi më të vogël. Zakonisht janë regionet e caktuara të cilat dominon grupa. E dim që grupa e gjakut trashëgohet prej prindve, edhe RH-ja gjithashtu. Me thonë kriç shkon asaj mbas procedurës gjenetike, ata që ta jep prindi ata e fiton e bart mas nej. Doktoreshe përmende RH faktorin, çka është RH faktori? RH faktori është sistemi RH është sistemi i dytë i rëndësishëm i grupeve të gjakut, pas sistemit ABO vjen sistemi RH. Pse është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm sidomos për nanat dhe për vajzat e reja për shkak të krijimit të antitrupave edhe sensibilizimit na quajmë, domethënë nana si nan krijon antitrupa ndaj bebës vet, domethënë antitrupat janë kundër trupa, e sulmon frytin e vet. Është shumë e rëndësishme si natyra e ka leju krejt një organizëm i ri mu zhvillu në vend në barkun e nanës edhe nuk pe lejon veç një RH negative, për shembull RH pozitive të bebës, te nana RH negative për me lanë zhvillimin e bebës si duhet. Po sistemi RH D-ja sidomos është shumë imunogjene, domethënë e ka numrin më të madh të antitrupave dhe për çfarë arsye është shumë e rëndësishme. Për neve në transfuzion, përveç kësaj që është te 7 zonat, duhet me pas parasysh për shembull vajzat e reja, vajzat në moshën fertile dhe gratë e reja në moshën e lindjes nuk guxojnë me ndru grupin e gjakut, duhet me pas parasysh gjithsesi RH-ja me qenë negative. Çajo është më e rëndësishme për gjithë. Doktoresh, përveç RH-s negative është edhe RH-ja pozitive. Do me thonë, me sa jam në djeni, RH negative është ma problematike. Po është numër ma i vogël, gjithkund bëhet ka të lashe me grupet negative, ka mungesa, se janë sasia ma e vogël. Për shembull, dikun afër 16% prej 100% janë grupe negative.
tash kur ti merr ti 100 doza gjak për shembull, i ki 84-5 pozitive, ato 4-15 sa po t'jesi negative, tash prej tyne mundet me dalë të tona grupet e mundshme, po tash krejt më varet qysh janë kërkesat e na dhe qysh na e kemi stokun e mbushur me ato produkte. Na çdo herë mundohemi spaku, zero negativin me rujt pak ma shumë si rezervë të artë quaj, sepse është edhe si dhonse universale e të gjitha grupeve gjakut. Doktoresh, bazë asaj sa kam njohuri, nëse nuk gaboj, përcaktimi i grupit të gjakut duhet bëhet vetëm në transfuzion e gjakut. Apo mund të bëhet edhe në laboratore private? Bëhet edhe në laboratore private, po duhet gjithsesi më u bë prej transfuzistit edhe me lexu transfuziologu, jo me u bë prej çdo kujt. Për shembull, unë punoj në transfuzion në qendrën e prenatale, do me thonë kujdesi prenatal, kujdesi para lindjes të nonat, ka shumë gabime në grupe, që janë bo prej njerëzve të cilët nuk kanë qenë kompetent për atë punë. Do me thonë për ata është e rëndësishme që gjithmonë tjetë dura e dikujt nga transfuzioni se një gabim, atëherë kushton me një sensibilizim, ti faktikisht për e leni familje pa fëmijë. E qartë. Albana, po duhan nga ju të di më shumë lidhur me kampanjën e radhës që keni për dhurimin e gjakut? Atëherë na jemi tash në javën e dhurimit vullnetar gjakut, ditën botërore kemi me datën 14 qershor, është dita botërore e dhurimit gjakut. Mirëpo ne çdo vit kemi një javë sensibilizuese për dhurimin e gjakut, e këtë vit kemi nga data 11 qershor, do të fillojmë nga nesër deri me datën 19 qershor. Kemi aksione që do t'i realizojmë, janë thuajse çdo ditë nga 2 aksione, cilat 2 ekipe do dalin në terren dhe do të organizojnë dhurimin e gjakut. Pastaj me datën 11 qershor kemi një event organizuar nga Drejtoria e Transfuzionit gjakut, ku është një event falenderues për bashkëpunëtorët tonë, që kemi me vite që të organizojnë dhurimin e gjakut, edhe në mënyrë simbolike dëshirojmë t'i falenderojmë për kontributin e dhënë, sepse organizatori ka një rëndësi shumë të madhe në aksionet që ne organizojmë, sepse nuk është lehtë me bind një popullat, një fshat, një qytet, një lagje, një institucion për me ardhe dhe me dhuru gjak, kështu që ne do të jemi mirënjohës gjithmonë, dhe është organizuar në Emerald në datën 11 qershor në orën 11, ku kemi të ftuar institucionet larta të shtetit, të fillu prej Ministrisë së Shëndetësisë, ministri tjera me cilat ne bashkëpunojmë, Policinë e Kosovës, ambasadat amerikane, një sër institucione që cilat ne kemi bashkëpunim thuajse 2 herë në vit. Dhe me këtë rast kam ndonë me një institucioneve për cilat ne kemi bashkëpunim të kahershëm në organizimin e dhurimeve të gjakut, mos harrojmë përmend edhe fshatnat, sepse jemi si shtet model në rajon ku organizohet dhurimi i gjakut nëpër fshatna. Asnjë rajon në vend ballkanik nuk ka këtë model të organizimit të dhurimit të gjakut nëpër fshatra, ku në Oda kjo ka qenë vetëm si ide e transfuzionit apo nevoja shumë e madhe për nevoja për gjak, ideja ka qenë e transfuzionit në bashkëpunim me organizatorë, siç po tham, kjo është bashkëpunëtorët që i kemi, dhe i kemi edhe fshatra, do të thotë që është një model i veçantë që e simbolizon dhurimin e gjakut, dhe një model që tregon që veni jonë është i veçantë me këtë pjesë të dhurimit të gjakut. Albana, për 8 ditë, 9 ditë sa po gjatë ka java e 8 ditë. 8 ditë. Kjo bie që do të jeni në të gjitha komunat e Kosovës. Ne do të jemi në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, do thotë nga data 11 qershor deri me datën 19 qershor, është e vendosur tenda ku qytetarët kanë mundësi të veturojnë gjak nga ora 10 deri në orën 18. Aty pret ekipa transfusionit gjakut, janë mjek transfuziolog që të kontrollojnë secilin dhurues veç për gjendjen e tij shëndetësore. Nëse plotson kushtet e dhurimit të gjakut, ai ka me vazhdu dhurimin e gjakut, nëse jo mjeku i tregon pse nuk mundet me dhuru gjak, mundet me qenë refuzim i momentit, por në atë moment nuk mundet me dhuru. Pastaj vazhdon procedura e dhurimit të gjakut. Gjaku ka më testuar sëmundje infektive për secilin dhurues veç, dhe pastaj dhuruesi pajisjet një kartel dhurimit të gjakut, janë kartelat ID kartela ku janë dhënat e dhuruesit, është edhe grupa e gjakut të shënuar, dhe nëse aty dhuruesi del ndonjë sëmundje infektive, na e njoftojmë dhe i tregojmë çfarë sëmundje infektive ka, po dhe për hapa tutje, çka duhet veproj ai në rast se ka ndonjë sëmundje infektive. Agenda ose java dhurimit gjakut na cilin e kemi organizuar, do me thonë nesër do të jemi në sheshin Nën Tereza nga ora 10. Aksioni 2 do të jetë në fshatin Bellanis të komunës Malishevës. Na çdo 11 qershor jemi në fshatin Bellanis, është një organizim i hatashëm që ne organizojmë kryesia e fshatit. Pastaj të ejtën me datën 10 qershor do të jemi prapë, do të thotë deri me datën 19 qershor jemi në sheshin Nën Tereza. Po aksioni 2 do të jetë në ambasadën e Amerikës, ata organizojnë 2 herë në vit dhurimin vullnetar të gjakut. Atje do të jemi nga ora 9.
të premtën me datë 13 qershor do të jemi në qytetin e Hanit të Elezit, ku organizon komuna bashkë me Këshillin e Bashkisë Islame, organizojmë dhurimin e gjakut. Atje do të jemi nga ora 11. Pastaj dielën do të jemi në sheshin Nën Tereza dhe do të thotë të shtunën me 14 qershor në ditën botërore të dhurimit gjakut jemi në sheshin Nën Tereza ku do të kemi dhe dhurues nga Policia e Kosovës, njësia speciale do të jetë, kemi basi tradit dhurimin e gjakut të simbolizojmë me sigurinë e shtetit, me forcat e sigurisë dhe është njësia speciale e cila do të jetë aty duke dhuru gjak, do të jenë karabinierët nga Kfori nga ora 11 dhe kështu do ta festojmë dhurimin vullnetar gjakut me 14 qershor. Me 16 qershor të hënën do të jemi në sheshin Nën Tereza dhe me 17 qershor prapë në sheshin Nën Tereza, me 18 qershor do të jemi në Agjencionin e Kosovar për privatizim të Kosovës, aty do të fillojmë nga ora 10. Prapë do të jemi në shesh të Mërkurën dhe të ejtën do ta përfundojmë në shesh dhe në Kek Dardhishte, ku ata organizojnë 3 herë vetë dhurimin e gjakut dhe do ta përmbyllim me këtë institucion javën e dhurimit të gjakut. Një akt kjo simbolik për dikë, po për dikë tjetër që mund të shpëtojë jetë. Po, për dikë është jetë, siç kemi pacientat tonë që janë shtrimin për spitalet tona. Albana, po më intereson këtu i përmendet gjitha kryesisht institucione shtetërore. Marr në përgjithësi interesimi i kompanive private për të dhuruar gjak? A lë për të dëshiruar apo? Kemi interesim, është përmirësuar në kuptimin që kemi ata cilët vetë naftojnë, mirë po i kanë ditët e caktuara të cilat i organizojnë dhurimin e gjakut. Kemi shumë kompani private të cilat naftojnë, kemi edhe këto kompanitë me IT që kanë një numër të madh të stafit dhe organizojnë dhurimin e gjakut. Do të thotë kemi edhe prej kompanive private, bizneset, që vinë dhe punëtor, kompani vinë në transfuzion gjakut në qendra tona edhe në teren. Doktoresh, po më intereson, kush mund të dhurojë gjak dhe cilat janë kriteret që një person mund të dhurojë gjak? Çdo njeri i vullnetit mirë, çdo ditë, jo veç pune, po edhe për vikend, mundet me orë në qendër tonë transfuzionit edhe me dhuru gjak. Jo çdo njeri që vjen mundet me dhuru, se duhet me plotësu disa kritere, duke u nisur mas pari prej moshës, mandej prej peshës trupore që janë kriteret ma kryesore, mandej vinë tensioni i gjakut, smundjet, a ka kalu ndaj terapi, a ka kalu ndaj smundje, qysh është, a është atzon, a ka lind, a ka pas ndaj intervenim ma të madh apo ma të vogël, kirurgjik, ka marrë ndaj vakcinë, ndaj nxjerrje të dhombit, apo krejt këto janë disa parametra që do të mi plotësu për me mujt me u fut në sistem për me dhuru gjak. Gjitha këto gjëna kontrollohen prej transfuziologut për çdo ditë. Me thonë hapet kartela edhe kalon pjesën e mjekut edhe bëhet një farë bisede informative për gjitha këto senet. Disa ndoshta nuk mund me dhon çfarë ditë, po mirë po mund me dhon pas një periudhe kohore. Pas një periudhe kohore të caktuar. Mirë po disa gjendje edhe refuzon kategorikisht nuk ka mundësi me dhon më asnjëherë, varësisht prej gjendjes që është. E përmende moshën edhe peshën, po më intereson Tina për shembull e kemi moshën 18-65, mirë po me lejen e mjekut mundet edhe 17 e gjys, ose me lejen e prindit ose kujdestarit, kur i gëzon parametra tjerë të mirë, po mujnë edhe mas moshës 65, kur nuk ka pas telashe me shëndet deri atëherë. Shumë një vjet 2 masane mundet me vazhdu, po jo edhe shumë. Jo edhe shumë. Doktoreshe përmende që ka edhe persona të cilët në mënyrë kategorike nuk mund të dhurojnë gjak. A na tregon pak cilët persona nuk kanë të drejtë, nuk munden të dhurojnë gjak? Për shembull, po nismi prej që tash kemi shumë telashe njerëzit që kanë intervenime në zemër. Për shembull tek këto telashet me zemër na i largojmë. E qartë. Në mënyrë përhershme prej dhurimit. Mandej persona të cilët e kanë kalu tuberkulozin. Tuberkulozi asnjëherë nuk kalon krejt, çdo herë mbetet në mënyrë të shefur në organizëm edhe din mu aktivizu. Persona të cilët e kanë kalu malarian. Mandej persona të cilat kanë pjesë metalike në trup, për shembull. Tash ne kemi një kuqe, kemi kalu luftën, ka shumë njerëz që kanë pjesë granatave në trup. S'do me thonë që është veç pjesë e granatës, po diçka e metalit, sa ajo të ngojnë liron diçka. Organizmi i ati mund mësohet me jetu, po ju ai që e merr. Mund të reagojnë ndryshe. Doktoresh, në këto që i the, a ka ndonjë rrezik për dhuruesin e gjakut, qoftë gjatë dhënies së gjakut apo pas një periudhe kohore?
Dhurusi I gjakut prej hyrjes në transfuzion edhe derisa del ka mbi kokë mjekun edhe teknikun e transfuzionit I cili të kohën I përcjell ato parametra cilët janë. Na jemi dhurus gjithë transfuzioni vet, jo veç kënaqësi, po nuk ka ndjesi që e përshkruan atë kënaqësi gjatë dhurimit. Edhe kur e di që pe shpëton një jetë, kur pe di që dikush është ka e preta gjak, o shumë e rëndësi. O shumë e rëndësishme. Sidomos te dhurusit, te dhurusit vullnetar. Ndoshta familjarët munohen kanjherë me na im shef disa dhona se mendon që nëse nuk e jep ai çat gjak çat moment, familjari I tij ka me mbet pa gjak. Mirë po janë ato pyetjet shtesë, ato në një farë mënyrë e luajmë edhe rolin e psikologut bashkë me mjekun për me mujt më nxjerr përgjigjen e saktë secilit. Po, do të thonë diçka nuk ka probleme ose rrezik. Jo, nuk është rrezik. Nuk është rrezik. Ajo sasia e gjakut që jepet është një sasi që qëndron rezervë brenda në organizëm edhe nuk bën të lashe asnjëherë. Për shembull, mashkujt mujnë me dhon çdo 3 muaj gjak, në vendin tonë, se në vende tjera ki edhe 7-8 javë që japin më shpesh, po mbas të vendit që jemi, mbas të kushteve jetësore që disponojmë, pak më rrallë është e ndërsa te femnat e kemi 3 herë në vit, domethënë çdo 4 muaj. Për shkak të ciklit që e kanë, domethënë e humbin sasi gjakut me cikël, domethënë lejohet në 4 muj. Mirë po, dhurusit e trombociteve, se të na funksionon edhe aferiza që mbledhin trombocitet gatshme, ata mujnë me dhonë edhe ma shpesh. Ajo varet prej parametrave që janë në organizëm, prej sasis trombociteve në gjak, sasis trombociteve që ka dhonë hirën e kalume. Do me thonë, jo se cili dhurim, të na duhet me kalu 3 muj, do me thonë të... Mund të në rrasën e trombociteve dhe ma shpesh. Me plazma aferiz, me plazma nuk kemi fillu hala, dhurusit e plazma mujnë me dhonë edhe ma shpesh. Mujnë është edhe çdo 2 javë me dhonë. Për shembull vetëm plazmën pa I marrë këto produkte tjera gjakut. Doktoresh, po më intereson një person që dhuron gjak, në ditët në vijim, çfarë duhet të bëj kujdes më shumë? A është ndonjë vetëm kujdes që unë javë kisha rekomandu është dora me cilën jep gjak mos me çu peshtron, edhe mos me hyp në lartësi. Bile unë shpesh qeshi me dhurus, sot nuk guxon me vozit aeroplanin. Për shkak se tensioni bjen pak, për shkak kur largohet një sasi e gjakut bjen. Unë I rekomandoj mrena asaj dite veç me pi sasi më të shumta të gjakut. Të ljongut, të ujit, çajit, çka do që I pihet. Për shkak se tensioni I bjen, jo për një arsye tjetër. 3-4 ditë e para shtohet oreksi. Organizmi don me kompenzu, ishte në funksion mekanizmat kompensatore, don me kompenzu ata që ju ka marrë. Don sa më shpejt me kriju eritrocite të reja. Dhe pse ne dim se duhet spaku 21 ditë për me dalë në qarkullim. A jeta e eritrocitit në qarkullim është diku 120 ditë. Do të thonë, mrena 21 ditë na e kemi një gjak 3x3 me rruza të reja gjakut që qarkullojnë në qarkullim të na. Doktoresh, në bazë saj që e the, do të thonë një dhurus I gjakut në ditën të vijim duhet të ketë kujdes që të pi ujë lëngja sa më shumë dhe të ushqet shëndetshëm. S'po ku ça ditë, jo me tepru me ushqim se mundet me njëherë me fitu pesh. Nuk është për shembull po jepi gjak se bim peshi, jo, është krejt e kundërta. Ose për shembull, po jepi gjak se mbien tensioni. Tensioni mundet me tra veç a ditë, se ka plot dhurus, për shembull që vinë, jo se po mbien tensioni. Nuk është ajo arsye. Tensioni bjen vetëm mrena asaj dite derisa organizmi të kompenzon si vëllim. Ata si vëllim, si sasi, kur të kompenzohet vëllimi I lëngut në organizëm, atëherë tensioni vjen prap kokon. Do të thonë nuk bjen, nuk është zgjidhja ajo, po jepi gjak se mbien tensioni, nuk po marr terapi ose diçka tjetër. Albana, këto kampanjat që I realizoni transfuzioni I gjakut, sa ndikojnë në vetëdijsimin e qytetarëve për të dhuru gjak? Po, këto janë shumë të rëndësishme në vetëdijsimin e dhuruesve të gjakut. Na kemi aksione që I realizojmë edhe nëpër shkollat mesme me nxënësit maturant. Atje fillon domethënë sensibilizimi I dhurimit të gjakut, marrim një ligjëratë rreth dhurimit të gjakut edhe kemi shumë raste kur organizatorët fillojnë me dhuru gjak prej shkollës mesme, mandej sensibilizojnë në fakultet, mandej në institucion ku punojmë, e do thotë filli është nga nxënësi maturant që e fillon me dhuru gjak. Na kur organizojmë dhurimin e gjakut edhe e mojmë dhe një informat japim rreth dhurimit gjakut, procedurave dhurimit gjakut, kështu që është shumë e rëndësi terreni ku na jemi sa më afër qytetarëve, në mënyrë që ata e dinë rëndësinë e dhurimit gjakut edhe kanë më të lehtë për me dhuru gjak.
Albana pikërisht I përmendi procedurat e organizimit të një aksioni, a na tregon pak për sfidat që hasni gjatë realizimit të aksioneve? Po, kemi sfida të ndryshme të llogarit mas pari kur të nisesh me shku në teren me një regjion tjetër, shkan Dragash dhe ki thuaj se gati 3 orë rrugë. Mundesh me qenë ku dimrit, ku është acar, është domethënë mas pari dhe kushte teknike, është një për ekipën, është një lodhje në kuptimin që derisa të shkosh rruga, mandej ti duhesh me improvizu një vend ku ti e bën një sallë dhurimi të gjakut, kushtet nevojshme. Po, ti kur të fol me organizatorin duhesh me kërku që të kenë kushte të mira optimale për me realizu dhurimin e gjakut, pastërti, ndriçim, ajrosje, sepse dhuruesi duhet me qenë komod gjatë procesit dhurimit të gjakut. Procesi dhurimit të gjakut për një dhurues merr kohë, prej uljes në shtrat 5 deri në 7 minuta. Pastaj të vijnë ku pushimi, siç tha doktoresha, një lang, një çokoladë për dhuruesi, duhet me pushu pak, edhe domethënë I vjen komoditet dhuruesit. Njëjtën kohë dhe stafi ka nevojë për me pas një hapësirë, një komoditet të punës, për me shku mbarvajtja e punës, gjithçka në rregull. I përmendë procedurat Albana, po dua këtu pak të ndalem. I përmendë disa mirë, po du pak më specifikisht. Cilat janë ato elemente të cilët patjetër duhet t'i përmban një aksion për dhurimin e gjakut, qoftë nëse në një tendë ose në një ambient. Çka duhet patjetër të realizohen në mënyrë që procesi I dhënies së gjakut të jetë kushte sterile, kushte të vëlletshme. Po, atëherë unë përmena edhe më herët, na kërkojmë gjithmonë prej organizatorëve me pas kushte optimale vendi ku realizohet. Sot barëm pata një telefonat me një biznes privat për koincidencë me që dhe pyte, më kërkojmë për me ditë për kushtet, çfarë kushte na kërkojmë për me realizu dhurimin e gjakut për herë të parë. Neve na duhet me qenë hapësira e madhe, mesatarisht I kemi 4-5 shtretër, ndodhë që edhe 10 shtretër, në varet prej fluksit madh dhuruesve gjakut. Pastaj na duhet pastërti, ndriçim, ajrosje, një ndërkohë tash po kemi verës na vjen ventilim nëse s'ka ajrosje, pastaj vendoset shtretrit e dhuruesit gjakut, tavolina e punës për mjekun, tavolina e punës për dhanat cilat futen në sistem, sepse na kemi sistemin e dhurimit gjakut, sistemin e punës cilën e punojmë, edhe kërkohet do të thotë një komoditet, një vend ku ti duhesh të jesh si staf mjekësor me pas një vend punës që mundesh më një rahat për me realizu punën si duhet, edhe në njëjtën kohë për neve dhuruesi është I shejtë dhe dojmë që dhuruesi me qenë sa më komod, sa më rahat gjatë procesit të dhurimit gjakut. Tregojnë kolegët para se unë me qenë transfuzion, kur më njerë pas lufte nod të fshatit kanë organizuar dhurimin e gjakut, edhe në tokë janë ulë dhe kanë kontrollu dhuruesin, I kanë marrë dhëna në sistem, do të thotë kanë qenë rrethonat të jashtëzakonshme. Tash jemi në vitin 2025 edhe normalisht që ka avancu edhe pjesa e terrenit të dhurimit të gjakut. Dhe fatmirësisht gjithmonë ku shkojmë kemi kushte të mira të punës, si në fshatra, fshatra tash gjithmonë se tash I njohim të gjitha fshatrat e Kosovës, sepse përvoja e bën vetëm natyrisht. Me aksionet që realizojmë, edhe secili fshat e ka një dhomë të fshatit ku janë kushtet shumë të mira të punës, ose në ambulant marrim gjak, ose në shkolla, edhe shkollat janë të pastërta, bankat e shkollës që janë kushtet cilat neve na përshtaten për me realizu dhurimin e gjakut. Kemi aksione që realizojmë edhe në hijet blinit, kemi kekdardhisht ku janë kushtet shumë të mira, është ambienti hapur gjatë verës e realizojmë dhurimin e gjakut, sepse janë të përshtatshme për realizim. Kështu që kemi përvoja të ndryshme dhe jemi shumë të përshtatshëm kudo që shkojmë. Ne keshim me ekip thojmë ne jemi si ushtar, ku të shkojmë tap adaptohemi edhe nuk e kemi problem. A keni ekip mjaftueshëm Albana? A ka nevojë transfuzioni gjakut edhe për personazhe? Kemi nevojë për personal, normalisht edhe mduket se cilin institucion shtetëror ka mungesë stafit, edhe te na kemi mungesë të stafit cilët normalisht ti me 2 ekipe, tretën ekip nuk mundesh me realizu. Sidomos kur ka është koha e pushimeve, që atëherë është të merë se po duhet një njeri me punu për 2-3 vetë për me mujtë me emri, ajo puna po hecën, ti nuk e ki qare për e edhe na vjen keq nëse për shembull organizatori kërkon atë datë dhe na nuk jeni në gjendje të realizojmë sepse viti ka 365 ditë, ne kemi 330 aksione që I realizojmë, ne edhe në fest punojmë. E kemi për shembull aksion me 28 nëntor në fshatin në fshatin Pjetër Shtic që realizojmë atje 200 e kusur dhurues janë për 17 shkurt e kemi fshatin Krajish, do thotë s'ka fest për neve. Edhe vikendeve punojmë. Duke pas parasysh
rëndësinë e udhërimit gjakut natyrisht. Është kërkesa është shumë e madhe, po fatmirësisht edhe mbas kolegëve që kanë punuar edhe më herët, o rrit numri, janë vedisu popullata. Për shembull kemi raste që vjen komplet familja dhuron gjak, nuk ka kënaqësi më të madhe kur ti e ke një familje të vedizuar për dhurim gjakut, tu fillu prej nanës, babës, nusja, djali, apo kupton krejt familja vjen edhe dhuron gjak, kjo që është kënaqësi, është reflektimi punës tonë që na e bëjmë për me ditë sa është i rëndësishëm dhurimi i gjakut. Kjo është më e rëndësishme kur me një fshat të thellë vjen komplet familja. Edhe me një qytet urban, në vend urban ku është ndryshe. I përmende këtu, a ka dallime në rajone, cili rajon jep më shumë dhuron gjak? Po, tu fillon kështu me fshatra, kemi Ravecën on top kështu. Se atje kam fillu, domethënë kemi fshatin Ndenj, me Bullgara, me njëri tjetër, 3 vite përvojë të realizimit të aksioneve dhurimit gjakut, edhe ata kanë tradit tashmë, por edhe kemi komunën e Shtimës, komunën e Lipjanit, fshatra të cilat vinë edhe organizojnë dhurimin e gjakut. Kemi fshatin Carabrek të komunës Deçanit, edhe atje është aksion maratonik, mu i me thonë, se ata edhe nuk pushojnë pas dhurimit gjakut, që kanë atë euforinë e dhurimit gjakut, edhe ka shumë dhurus, edhe mundohen me kry ma shpejt domethënë procesin e dhurimit gjakut. E kjo është domethënë na si ekip kur dalim terren, kur s'kemi dhurus shumë gjakut, jemi definitivisht dëshpëruar jemi si ekip, s'përnime po. A kur kemi numër të madh dhurusë, dëshush kthehemi me motiv, shumë është interesant, aden sa reflekton kjo. Motivin punë ta shton natyrisht. Aden kur s'ka punë nuk është që bën fort marak, po na bëhemi marak kur s'kemi dhurus gjakut. Doktoresh, a na tregon pak si përgatitet një person që dëshiron të dhurojë gjak? Personi me hyrje në transfuzion spari caktohet grupa e gjakut në plak. Ajo nuk është definitive, është vetëm mënyrë orientuese për shkak të etiketimit kesës. Kur caktohet grupa e gjakut, regjistrohet si dhurus edhe kalon pjesën tjetër ku është mjeku. Disa vite janë me radhë që ne veç e posedojmë një farë pyetësori që do të me plotësu se cili dhurus. Mirë po, përveç pyetësorit na prap kemi edhe ato pyetje tona cilat nuk dojna me kalu. Ka raste për shembull kur dhurusi ka shumë frikë, këni don me dhon, ajo mënyra që do të për me bind, çka do të me bë tek me bë. Kur don me kam gul, jo është tensioni olt, jo diçka, jo për shembull ka kalu na smundje dhe don gjithsesi krejt ato do të për me bind. E sot gjatë komplet procedura e përmeni pak Albana, mirë po më intereson prej momentit kur prej momentit hyrjes deri daljes dikon 15-20 minuta, ndoshta me pas pak kanë ndoshta edhe duhet me prit. Me prit. Deri 20 minuta po ma mërmenja që kryhet krejt procedura. Kanë herë për shembull kemi në ramje tensionit mas dhurimit edhe do të me lan pak më gjatë me pushu. Çajo është. Doktore, çfarë masa merrni nëse mund të jesh më konkrete lidhur me qenet e sigurt që gjaku që merret është në rregull? Edhe mandej kjo pjesë, si deri të shkon te marrsi i gjakut, cilat filtra duhet i kaloj në mënyrë që me futjen e qeseve një përdorimshe në transfuzionin e gjakut gjitha vendeve, është hyrë një epokë shumë e re e sterilizimit gjakut. Për shembull, përpara gjaku mbledh në për shisha, ato shisha janë lajën sterilizu, ka qenë sistemi hapur. Tash për shembull po flas për tenan transfuzion. Veç gjulpana kur të futet në venë, që ajo është e hapun, edhe kur të futet në vend pacientit. Krejt senet tjera që ka punon, krejt procedurat, krejt janë me sistem të mbyllur. Krejt me sistem të mbyllur. Shkon me sistem të mbyllur. Që i bie niveli sigurisë është i lartë. Niveli sigurisë është maksimum. Na për shembull e kemi edhe laboratorin që i testojmë testet bakteriologjike dhe testet për smundje tjera. Mirë po muj me thonë se gati 100% i kemi testet bakteriologjike negative. I marrim edhe qeset cilat kanë skadu, cilat ju ka kalu afati dhe i testojmë, do me thonë ajo pastërtia e qesës është mbi nivel. Çdo kesë cila del e dyshemt në smundje transmisive, ajo përsëritet testet prap, shkon procedura pas 3 javë dhe një herë përsëritet me mostër 3, edhe asnjë qesë e gjakut ose produkt i gjakut i dyshemt nuk shkon asnjëherë tek pacienti. Kjo bie doktorisht që për gjithë ne qenat interesum, niveli sigurisë është i lartë. Let pyet kush don, më thon qesja gjylpona hapet mas pari për që ato edhe maja gjylpan këputet edhe hudhet edhe nuk
ka. Qesit janë me 2 edhe me 3 qese për cilëse. Çdo produkt që ndohet prej qesës, kalon me sistem mbyllën qesën tjetër, për shembull, apo do me do trombocit, apo do me do plazmë me trombocite, apo do me do plazmë freskët, apo çka ndojmë, krejt ajo shkon me sistem të mbyllën. Fatmirësisht tash procedurat e reja të punës I kanë lehtësu këtu. I kemi ato mjetet, për shembull, kur e përgatitëm gjakun për interakcion. Ndoshta janë kërku 20-30 ml për një bebe të vogël, ti dush me përgatit qesën e madhe dhe masani e ndon me një qese për cilësi, me një qese shumë të vogël, çaq sa duhet me ia dhon, duhet me ia dhon ndoshta pak mililitra më shumë për shkak se një pjesë metet në sistem. Mirë, po tash prapa ajo qese përgatitet për tjetër kanë ndodhur që për shembull nuk e merr, ai punohet për tjetër kanë, domethënë është koha e kufizuar me sa guxon me nejt, jashtë në tavolin edhe sa ma shpejt kryet procedura, futet mrena në frigorifer në temperaturë optimale. Si që dim, eritrocitet I ruajmë 2 deri në 6 gradë, ndërsa plazma varësisht prej temperaturës të ftohjes e ka dhe afatin e qëndrueshmërisë. Sa ma e ftoft ajo frigoriferi që ruhet, qëndrueshmëria është më e madhe, gjithashtu vlen edhe për këto faktorët e koagulimit. Trombocitet ruhen në temperaturë të dhome deri në 22 gradë edhe kanë kohën më të shkurt të veprimit. Me thonë dikon varet e në marrë pe aferezës apo pe dorusit rastet, ruhen 5 deri në 7 ditë. Eritrocitet, varësisht prej qesëve të përdorura, ruhen deri në 42 ditë. Qesët që na posedojmë janë 35 ditë. Mirë, po I kemi qeset e reveosit, ato gjithkush nuk I kupton, po s'po di me tjetër që është me jo tregu, që ju shtohet një sasi shtes eritrociteve, do me thonë si ushqim, edhe shtohet jeta atyne edhe për një javë. Do me thonë, deri në 42 ditë mujna me ruj qesën që I shtohet që e sasia shtes, që është përdoret si ushqim për eritrocitet. Megjithse këtu e kanë afatin kohor, kjo bie që kampanjat konstante për dhurim të gjakut janë esenciale. Patjetër shtushme, unë e thash, na kemi Na edhe pse për shembull 330 aksione kemi brenda vitit që realizojmë. Do të thotë çdo ditë kemi thuajse nga një aksion po 2 edhe 3 eventualisht. Edhe nëse me një aksion I marrëm deri në 200-300 doza, ato në 35 ditë më shumë. Po, ato do të më konsumu brenda asaj kohe eritrocitet. Trombocitet thash edhe më herët, plazma varet sa ruhet. Ne kemi raste me aksione kur për shembull tash kemi javën e dhurimit gjakut, kemi më shumë dhurues edhe mundohemi disa aksione të mëdha që kemi me lënë në fund të korrikut, në mënyrë që të mos kemi probleme datat e skadencës gjakut. Do të thotë gjithmonë mundohemi me qenë sa më korrekt në mënyrë që mos vjen deri te skadenca, edhe pse nuk vjen asnjëherë deri te skadenca. Nevoja të mëdha. Shumë janë të vogla skadencat. Është fat për shembull me pas skadenca, ku me pas nevojë, po e mos me pas me ia dhon është edhe më keq, se sa më mirë është me u se sa mos me pas me ia dhon. Se ti kur asnjëherë nuk e dim për shembull për cilin grup gjakut ki me pas kërkesë më shumë. Është një farë pune në kujdestaria më shumë, për shembull, bashkë atë grupën që e ki mas pak ti e ki kërkesat më shumë me çat grup. Edhe është shumë e vështirë ajo përzgjedhja, për shembull, cilin dhurues me përzgjedh me marr më herët atë produkt e me lënë tjetrin me prit, për shembull, ndoshta deri nesër ose derisa të kryen testet e gjaknave që janë marrë më herët. Se për shembull krejt këto caktohet grupi gjakut, RH-ja, bëhet ndarja e gjakut, sistemimi në vende caktume, mandej testet bakteriologjike, testi natit, që është testi më I ndihshëm tash që ka një procedurë, kjo testet smundje transmisive, do me thonë e ka një periudhë dritarës, një kohë kur na nuk mujmë I caktua janë plotësisht pozitive. Nati tash neve na mundson më shpejt, na shkurton çat periudhën e dritarës, do me thonë gjaku është shumë më I sigurt se sa që ka qenë më herët, do me thonë dhonja e gjakut është më e sigurt. Se testi pozitiv zbulohet më herët, edhe çdo gjë e dyshim zbulohet më herët, zbulohet më herët edhe hiqet prej çarkullimit, do me thonë nuk është më në stok për me vazhdu punën më atutje. Albana, doktoresha e përmendi në fillim pak shkurtazi, megjithatë po dua të di cilat janë kryesisht grupet më të kërkuara të gjakut në Kosovë, meqense je menaxhere e dhurimit të gjakut. Po ne zakonisht me RH negativ, siç tha doktoresha, kemi ndonjëherë mungesë të këtyre grupeve të gjakut, që gjithkohë botur shumë normale me pas mungesë të ndonjë grupi, ndodh ndonjëherë edhe me RH pozitive, siç tha doktoresha, e kemi nashta numrin më të vogël të
të çesave të gjakut me atë grupë në dispozicion, atëherë mundet me ardhur kërkesat më të mëdha me atë grup gjakut edhe mundet me pas mungesë, po pothuajse gjithmonë me RH negativ kemi. AB-ja është grupa më e rrallë e gjakut, AB negativ, kështu që është shumë normale me pas edhe mungesë të grupit gjakut, por ne kemi edhe në sistem dhurues të gjakut me grupe të caktuara që ndrolla gjakut. Që ndrosen emergjente. Po na kanë kërkuar që i përgjigjen thirrjeve tona nëse ne kemi mungesë të aty në grupet e gjakut dhe i thrasim gjithmonë edhe me këtë rast i falenderoj shumë që gjithmonë janë të gatshëm dhe vinë pothuajse ndoshta brenda orës nëse janë në Prishtinë dhe dhurojnë pa asnjë kompenzim. Pikërisht këtë desha të pyes, si veprohet në rastet kur nevojat janë emergjente për një grup të gjakut ndërsa nuk ka stok ose tash varet prej grupit gjakut edhe amujna me zaventu me ndonjë grup tjetër. Për shembull, varet është indikacioni shumë vital. E qartë. Ka njëherë për shembull, na e dim se eritrocitet e bartin oksigjenin, njëri pa oksigjen nuk mund të jetu. Kur numri i eritrociteve bën shumë, atëherë ai pacienti na shkon prej hipoksis. Me thonë dhënia e gjakut është e detyrimshme. Atëherë, doktori që është kujdestar komunikon me klinicistin që e ka bërë kërkesën edhe i propozon cilin grup mundet me marrë në vend që ati grupi që na nuk e kemi në dispozicion nëse nuk mundet me prit rasti. Nëse nuk mundet me prit rasti, ja. Ato na e quajmë si grup universale, ato si dhënie universale kur nuk ki mundësi. Për shembull me siguru që ato. Kënjëherë po jetojmë një kohë kur po kemi shumë telashe, që tash ka shumë aksidente, ka shumë vrasje, ka shumë therje, ka shumë plagosje. Asnjë ditë, asnjë kujdestari nuk kalon pa pas një si problemi. Ka ndodhur për shembull unë gjatë jetës time, mrena një kujdestarie deri në 40 doza një personi ja kam dhënë. E tash është shumë problem për shembull me konë një grup negativ ose një grup që kina na më pak për mi ia dhon kriç ato me çat grup. E qartë. Atëherë na shkojmë me grupin që kemi në dispozicion aq sa kemi mundësi. Atëherë kur nuk kemi mundësi, atëherë në koordinim me klinicistin shkojmë me grupin e mundshëm, cili i shkakton sa më pak telashe marsit. E qartë, mandej kjo është në kontroll pacienti Po normal. Edhe momentin e parë kur ti siguron grupin e marsit, atëherë prap shkon me grup marsit. Nuk do me thonë tash me vazhdu ti prap me grupin që ja ke ndru, do me thonë po shkon me grupin e vet. Derisa të caktohet, derisa të kryen testet, nganjëherë edhe pse sigurojnë familjarët për shembull në grup negativ, disa të kryen testet rasti nuk pret. Ti je obliguar për shembull shkon me zero negativ ose varet për shembull kur është AB, unë është mi dhënë edhe A edhe B edhe zero, varësisht tash krejt prej grupës të pacientit. Albana, jemi në javën e dhurimit të gjakut. Për të gjithë ata që ende nuk kanë dhuruar gjak asnjëherë, a na tregon çfarë procedure duhet të ndjekin? Po, për gjithë ata cilët nuk kanë dhuru asnjëherë gjak, secili dhurues paraqitet në transfuzion gjakut ose në për aksionet cilat ne kemi gjatë javës dhurimit gjakut, caktohet grupa e gjakut, mandej vazhdon te mjeku transfuziolog i cili e kontrollon dhuruesin mbas të parametrave cilat i ka dhuruesi edhe mbas të pyetësorit i cili automatikisht edhe gjatë mbushjes pyetësorit dhuruesi mundet me eliminu veten, sepse aty janë nën pyetje të cilat ai mundet me i ditë, cilat nëse është një po, dy poja, atëherë mundet edhe vetë mu eliminu, mirë po gjithmonë mjeku e kontrollon dhuruesin paraprakisht, edhe nëse ai vetë eliminon veten. Me pyetje e shem a mundet dhuroj gjak ajo. Mundet me qenë refuzim momental, por mjeku i tregon pse po refuzohet. Pastaj nëse dhuruesi i plotson kriteret e dhurimit gjakut, vazhdon procedura tjetër e futjes dhonave ti në sistem, ipen gjitha dhonat e dhuruesit me letër njoftim, ti mirën dhonat dhe vazhdon me procesin e dhurimit gjakut në shtratin i cili është shtrat qoftë në transfuzion gjakut, qoftë në teren, është shumë mobil, është komod për secilin dhurues. Procesi i dhurimit gjakut zgjat 5 deri në 7 minuta, gjithmonë infermieri është i komunikueshëm me dhuruesin, mirë që ajo të mos mendoj që çka po bëj, po jap gjak, sa dhashte, a din çfarë sasie, a jam në rregull apo në rregull. Po ne gjithmonë kërcyrim me gjetë tema të cilat i përshtaten dhuruesit gjakut, profesionit. Me largu vëmendjen. Me largu vëmendjen sepse edhe vetë jemi dhurues gjakut, me të vërtetë ki nevojë me komuniku edhe mos me mendu që po jap gjak. Pastaj pas dhurimit gjakut fashohet dora, dhuruesi pushon 5 minuta, e pe një lang edhe një çokoladë ja japim.
Pas pushimit, ai ka me vazhdu ditën e tij normale, siç tha dhe doktoresha, e rekomandoj me pi langje më shumë, mos me mundu dorën nëse ushtron fitness ose mirët me ndonjë sport, me pushua ditë pas durimit gjakut, edhe pastaj gjithçka shkon njëjtë si çdo ditë normalisht. Dhe e fundit, testet e gjakut cilat bëhen, ne ja japim kartelën dhuruesit. Organizatori i merr kartelat e secilit dhurues dhe nëse dikujt i del ndonjë smundje e gjakut, cilat i përmendi doktoresha më herët, cilat bëhen gjatë këtë procesit pas durimit gjakut, nëse ka diçka pozitive ne njoftojmë në mënyrë konfidenciale dhuruesin edhe rekomandojmë çfarë duhet të bëj pas këtij rezultati. Doktoresh, je gjatë aty, po më intereson cilat janë ato mitet që kryesisht i hasni gjatë punës suaj për durimin e gjakut? Nuk po jepi gjak se toni do të me thonë çdo herë, unë e varën. Që nuk është, jo, nuk qëndran. Ose po dhuroj gjak. Nuk qëndron. Hupi pesh ose shtoj pesh. Po. Nuk qëndrojnë këto asgjë. Nuk qëndrojnë. Do të thonë vetëm që mund të jetë ndonjë marramendje tjetër. Na kemi edhe një problem tjetër me dhuruesit. Kemi shumë dhurues cilëve organizmi prodhon eritrocite më shumë se që duhet, cilët faktikisht na nuk i marrim si dhurues. Ata duhet me hek atësi gjakut, po atë gjak na nuk e përdorëm për pacienta. Me thonë ai nuk është gjak i shëndosh. Aja ka një lozë infektive mrena në organizëm që i prodhon më tepër dhe na nuk dojmë që atë lozë me adhon për shembull morsit për me infektu dhe me qata. Doktoresh, jemi në fund të emisionit, mirë po dhe qëllimshëm e kam lanë këtë pyetje për fund, për të gjithë ata që duan të japin gjak, cilat janë përfitimet shëndetësore? Ripërtrirje organizmit. Ripërtrirje organizmit. Pra gjithë secili që ka shumë okej me dhuru gjak, se pas kemi benefite dhe për vete. Automatikisht mrena në organizëm fillojnë me të kriju rruzat e reja gjakut edhe krejt është në rregull. Edhe është ajo ndjenja që ti përshpëton një jetë që nuk përshkruhet me kur gjë. Po, aspekti etik, ndjenja e mirë pa dyshim. Por në aspektin shëndetësor, dhe me thonë ripërtrihet organizmin. Nuk e harroj një thënie që e kom dëgju me një kongres. Lotët e një nane nuk munden me shpëtu fëmijën e saj, mirë po gjaku juaj i mundet. Shumë e vlerë. Veç ajo ndjenja që ti me atë gjak dikush po fiton një jetë tre, është mjaftueshëm. Doktoresh, nëse keni diçka për fund, Albana? Masi jemi në javën e dhurimit, i kisha lutë të gjithë njerëzit e vullnetit mirë, cilët gëzojnë shëndet, edhe i plotësojnë krejt ato kriteret e dhurimit, me ardhë në qendrën tonë, ose ku jemi na si ekip mobile, me u bashkangjit, edhe me dhuru gjak për një të ardhme më të mirë të smurve në spital edhe çdo kohë tjetër. Albana? Jam është që na gjithmonë jemi në terren, gjithmonë jemi në aksione, kështu që doktoresha i tha gjitha për dhuruesit të gjakut, unë i los gjithë, i them gjithë qytetarëve ose gjithë njerëzit që kanë idenë për me realizuar aksionin e dhurimit të gjakut, mos të hezitojnë të na kontaktojnë edhe ne jemi të gatshëm të realizojmë aksionet me qytetarët tanë që kanë shëndet mirë dhe nuk kanë probleme shëndetësore, të fillojnë të shohin se siç është çfarë është dhurimi i gjakut, pastaj besoj që do të vazhdojnë sepse ne vetë jemi dhurues gjakut edhe kemi filluar, po e kemi vazhduar 40 herë, 30 herë dhurimin e gjakut, kështu që është mundësia atyre. Doktoresh Albana, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve, kënaqësia ishte edhe juve. Të dashur shikues, ky është podcasti për sot. Ju njoftojmë se podcasti Shëndetin Rend Parë sponsorizohet nga United Hospital.